shurri. Si ishte Valbona? Si ishte Valbona? Si ishte Valbona? Jo, unë nuk pozoj kur bëj një bised me njerëzit, nuk pozoj para kamerave si që bën ti. Nuk kujdesem një herë si e kam penelin, si e kam vetullën, si e kam flokun, nuk kujdesem kur bisedoj me njerëzit. Se unë i konsideroj bisedat njerëzore këto dhe të vërteta, nuk i konsideroj bisedat që bëhen vetëm se janë kamerat aty. E kupto... Po, edhe zgjuar edhe punëtore, po, e vërtetë, është edhe senatore edhe sanitare. Ju lutem çoni sepse është ora e servitjes, tani në resortin tonë në Big Brother VIP. Se do vi dhe Aldo dhe do ulem këtu. Është shumë herë më mirë të bësh punët, të bësh stërvitje, të bësh biseda konstruktive, se sa të bësh gjithë ditën vetëm përshëndetje, vetëm përshëndetje tërë ditën. E i kupton që ti po më akuzon mua për diçka që sa po bëje vetani, po më akuzon se kujdesem për veten dhe ti thua që nuk kam kohë të bëj një detyrë që më takon mua si person. Përshëndetje, tani kemi ardhur këtu për të bërë programin me histori njerëzore nga jeta. Po, sa programi bukur pas ka qenë që të kam betur në mendje. Në resortin më të bukur në Shqipëri, në Big Brother VIP. Unë këto kohë kam disa simptoma njerëzore, dashurore me Aldon. Po, ju lutem, një pyetje nga publiku. Unë i kam me Laertin, sepse më erdhi një dronë me emrin Vala, më erdhën dhe 2 mesazhe dhe tani çuditërisht më ngjan një dashuri e paparë për Laertin. Për Laertin kam një dashuri të madhe, e konsideroj si të dashurin tim, edhe pse Laerti nuk më hedh syt dhe mban një qendrim neutral ndaj meje, sepse e di që po e bëj për lojë dhe për frikën e nominimit. Edukat, moj! Duhet të pastrosh vendin, o Rozana! Nuk duhet vetëm dhërim që të... Ditën shtrirë, Rozana, vetëm vërtet me të gjithë të shtëpisë, shkon vërtet me Aldon, me Jozin, me Valbonu, si thua që tallet Laerti me ty, së vjezor, qo pastro tani se ke dhomë për pastruar. More vesh! Me këto argumentat idioteske mundet të mundësh debatin që kishe me mua, këto janë argumentat e tua, imitimi i njerëzve, që nuk është as i vërtet. Unë kam një histori njerëzore për të treguar sot në programin tim, sepse këto ditët e fundit më kanë lindur disa flutra në bar, dhe pasi fjeta 2 javë me Gjesin në krevat, sepse më dha dënim vëllai i madh, unë kam flutra dhe ndjenja u zjova dhe kisha ndjenja për Aldon. Jo, nuk zjohem unë me ndjenja, zjohen njerëz të tjerë me ndjenja. U zjova nga krevati i Gjesit dhe përfundova në krahët e Aldon.